Si jeni zotëri? Hi, how are you? How are you doing, sir? Jo që kam parë në televizion, I've seen por you on nuk e TV. di I që don't keni, expect you. nuk e kam munguar. NATO, I know they a është don't have vërtet much që mund time. shkputet ai nga NATO? Is he real? E ka Can Trumpi break këtë from pushtet apo jo? NATO? Does he Well, has that power? Trump nuk e ka kuptuar Trump, kur has plotësisht se si never funksionon really NATO. fully understood how NATO Ai operates. nuk i He kupton doesn't mekanizmat e understand alleancës. alliance mechanisms. Mendon He se thinks, Amerika mbron the US Europën. defends Europe. Europa nuk paguan Europe për doesn't këtë pay dhe ne for nuk it do if të we don't marrim get asgjë anything prej out saj. of it. Nuk është Now, mënyra that's se not si the way funksionon NATO NATO, works, por unë but I mendoj do think in this se në case, këtë rast lufta the kundër war Iranit është against lufta e Europës. Iran is Europe's war. The Dhe Irani impact, ka ndikuar në Europë dhe në of shumë what vende Iran dhe në has shumë done mënyra has të ndryshme. affected Europe in many different places and many different ways. And Trumpi natyrisht nuk u Trump konsultua certainly me didn't aleatët e consult NATO NATO siç duhet allies kishte as he bërë should përpara se have të fillonte lufta. before the war Por started. mendoj se pjesa më e But madhe e I think reagimit much of the nga anëtarët e Bashkimit reaction Evropian by, ka qenë e mirë, European Union members por has ne nuk been, duam well, we asnjë don't want pjesë any të kjo part of it, luftë. and, that's- Kjo është e lehtë për ta that's, thënë, easy to say, but that's por nuk not është Europe's call mënyra se alone. si duhet Iran has thoshte to say Europa. as well. And there have Irani been ka të terrorist drejtë attacks flas across dhe ka Europe. pasur sulme në There gjithë have Europën, been, ka pasur sekonda, incidents incidente where ku Iran Irani është clearly përpjekur has tried qartë to ndërhynte, interfere, like the, si sulmet kibernetike kundër cyber shoqërisë attacks shqiptare. against the Albanian Në shembull i government, mirë. just as one very good Përveç example. kësaj, raketat e Iranit, siç e Besides dim, that, mund mbulojnë Iran's goxha. missiles, as we now know, Pothuajse can gjithë cover Europën. pretty much all of Ata Europe. They nuk still mund can't godasin hit the Amerikën United akoma, States, por në Europë for mund those in dinë. Europe who don't Ata know it, shkojnë. Europe is Evropa closer është më to afër Iran than Iranit it se is sa to është afër me America. Amerikën. So this is, Ky është një problem për there's trouble NATO, in NATO, there's nuk no ka doubt dyshim. about it. Unë mendoj And I think, se rreziku i tërheqjes ose diçka më keq se ose më pak se tërheqja ekziston, por megjithatë është dëmtuese dhe një mundësi reale fatkeqësisht. Mënyra se si flet ai e dëmton më shumë se sa të ikë nga NATO. Po, ka aspekte shumë fëminore. Natyrisht nuk është presidenciale. Për fat keq unë mendoj se shumë udhëheqës europian u përgjigjen në të njëjtën mënyrë, fëminore. Dhe ajo që njerëzit duhet të bëjnë është ta lejnë mënjan këtë problem dhe të mendojnë në mënyrë strategjike, të vazhdojnë të kujtojnë se Trump do të jetë president vetëm për pak se 3 vjet. Ne po punojmë shumë për ta kaluar këtë ditë pas dite, por po i vjen fundi. Dhe ata duhet mendojnë se çfarë ndodh mbas kësaj, mbas luftës. Na duhet të riparojmë shumë dëme, por nuk duam të bëjmë shumë dëme ndërkohë. A mendon se Kosova dhe Shqipëria do të jenë në rrezik sepse në qoftë se nuk na mbështet Amerika, ne jemi vetëm, kemi Serbinë, Rusinë. Efekti pa shumangshëm në gjithë botën kur SBA tërhiqet nga një rajon i caktuar është ai që ndodhin dy gjëra. Ose kaosi e përfshin rajonin, ose vendi që ndodhe ku u tërhoqim ne, bie në ndikimin e Kinës dhe Rusisë siç ndodhi në Afganistan. Pra Kina, Rusia e shfrytëzon. Ata kanë shumë ndikim në dëm të njerëzve të rajonit. Mendoj se kjo është shumë e rrezikshme. Njerëzit duhet të jenë kujdesshëm se si të qasemi ndaj kësaj, çfarë thonë. Sekretari i përgjithshëm do të vinë në Washington në javën që vjen. Ai ka qenë mjaft i suksesshëm në marrëdhëniet me Trumpin. Nuk është e lehtë, por shpresojmë që Rutte mund të gjejë një mënyrë për të qetësuar disa nga këto dallime. Ti e njeh Trumpin më mirë se Rutte. Jemi me fat se Trumpi kalon nga një problem, ai harroi Groenlandën, harroi Kanadan, shpresoj se do të harroj dhe NATO-n. Gjëja më e mirë do të ishte nëse vëmendja e tij do të shpërqendrohej në diçka tjetër. Dhe ka shumë që ku të shpërqendrohet. Mendoj se ajo për cilën ajo shqetësohet konkretisht është tani lidhja me Iranin dhe çmimi i benzinës në pompën e karburantit në Shtetet e Bashkuara. Pasojat ekonomike që mund sjell në zgjedhjet që demokratët duan të organizojnë për përballueshmërinë dhe njerëzit janë të shqetësuar për inflacionin, janë të shqetësuar për sigurinë e punës dhe çdo lajm negativ ekonomik mund t'i bëjë njerëzit të kandidojnë. Tani patëm shifra shumë të mira të vendeve të punës këtë mëngjes. Krahasim me muajin e kaluar. Pra, ekonomia mbetet e fortë, por në fundit kjo nuk bën shumë ndryshim. Njerëzit duken nervoz. Ata duan të përballojnë ekonominë. A mendon se misioni në Iran është një fitore për ne në Amerikë, për Trumpin? Nuk është një fitore akoma, kjo është e sigurt dhe mendoj se ajo që ka ndodhur është se e kemi bërë dëme të mëdha gardës revolucionare
në elementeve të forcave Quds dhe milicive të jashtme që kanë nga jashtë. Mendoj se kemi destabilizuar regjimin. Krijuam një sukses paraprak, vrame të Allahun, mbase dhe me qindra lider të tjerë janë vrarë. Tani Irani e ka bërë të prekshme atë që gjithmonë ka qenë aty si një kërcënim për cilin gjithmonë shqetësohet, duke mbyllur ngushticën e Hormuzit. Në të gjithë botën mund ta shikojmë ndikimin ekonomik. Kështu që nuk mendoj se është ndonjë përgjegjës presidentit mund të largohet pavarësisht se sa shumë dëshiron pa u hapur ngushticë, por nuk e shikoj qeverinë në Teheran duke rënë dakord me këtë. Pra mendoj se duhet bëhet përmes forcës ushtarake. Mendoj se mund ta bëjmë. Do duhen pak kohë. Kanë kërkuar $200 miliardë shtesë. Mendoj se duhet parat për arsenalin e armëve. Nuk e dim detajet. Buçeti i Trumpit është një rritje e madhe gjatë vitit kaluar dhe do doja ta kishim bërë këtë në mandatin e parë, sepse kemi qenë duke financuar pak ushtrinë për një kohë të gjatë. Ndërsa kemi shtyrë NATO-n që të arrite 3.5 të GDP-s, në një mbrojtje gjysmë tjetër, ngjelet e paqartë se Amerika shpenzon vetëm 3%. Pra kjo do na ndihmojmë të tejkalojmë kërkesën e NATO-s që duhet ta bëjmë. Por shpresojmë gjithashtu të ndërtojmë më shumë duke patur parasysh luftrat e ardhshme, por sigurisht për të pasur rezervat tona të armëve. Municione, armë. Mund të shikojmë që gjatë ndihmës ndaj Ukrainës dhe luftimeve në Iran, shumë nga armët tona kryesore janë mungesë. Kjo nuk duhet lejuar kurrë. A mendoni se Irani mund të kërcënojë Shqipërinë, sepse u përpoqën të vrisnin ju, Pompeon, presidentin Trump. A mund të përpiqen të vrasin Ramën? Udhëheqësit e opozitës mund ta bëjnë? Mundet. Ata do të përdorin justifikimin e Mekut, që janë në Shqipëri, por është një akt drejtësie humanitare nga qeveria shqiptare. Dhe unë mendoj se kjo është diçka për cilën Shqipëria duhet të jetë krenare dhe nuk duhet të vuajë për të. Por iranianët i nënshtronin një ideologji që thotë se ose je me ne ose je armik. Pra të gjithë janë në rrezik. Kjo për mua është prova e pikës ndarëse. That to me is proof of the point that Chancellor Merz or Kaja Kallas Kancelari Merz ose Kaja Kallas nuk mund të thonë bëhe që nuk është lufta jonë. Është shpresoj se nëse njerëzit mund të kalojnë retorikën e Trumpit, dhe të mendojnë për çështjet kryesore strategjike në lojë, atëherë mund bashkohen përsëri, por dhe të përfshihen më shumë në trajtimin e këtij kërcënimi ku kalon 20% e naftës botërore. 20% of the world's oil which comes out of the Persian Gulf every day. Ambasador, çfarë po ndodh në departamentin e drejtësisë? E kanë humbur shumë besueshmërinë tani, shkarkuan bondin. Ai ishte shumë besnike ndaj tij. Është një diskutim këtu në Washington se kush do të shkarkohen mbas kësaj. Ai shkarkoi Noem, shkarkoi bondin, nuk i ka bërë këtë herën e parë, siç i bëri më shumë, por ndoshta do të ketë shumë ndryshime. Vështirë është të thuhet, por kjo thjesht tregon se Trumpi me Trumpin nuk është mjaft kurrë nga ato që kërkon, sepse mund të jesh plotësisht besnik, por duhet lekësh çdo udhësim dhe prapa ai do të gjejë diçka për të pushuar nga puna. Tani Bondi ka bërë gabimet e saj, veçanërisht në çështjen e Epstein. Po njerëz të tij e kanë turpruar në administratë dhe ai do t'i heqi. Çfarë ka ndryshe nga Trumpi këtë radhë? Me Trumpin pse nuk e bëri me Iranin e parë? Kishte frikë? Unë kam folur shumë shpesh me të rreth ndryshimit të regjimit. Ishte gjëja që duhet për të bërë, kemi pasur shumë diskutime. Kjo nuk ishte politika në mandatin e parë. Në fakt ai tha publikisht se ndryshimi i regjimit nuk ishte politika e tij atëherë. Ai donte të fiqte qafe programin e armëve bërthamore. Por kjo ka mbetur një konstante, por ndryshimi i regjimit mori një drejtim tjetër këtë mandat. U habita kur dëgjova se do të sulmonte Iranin. Por siç thash, nuk është as pak e qartë nëse ndryshimi i regjimit ishte qëllimi i tij në fillim apo është qëllimi i tij tani.
Kjo është pjesë e problemit se përpara se të vendosni se cilat janë objektivat, duhet të jeni të qartë përpara të filloni luftën, është bazike. Nuk është e qartë në qoftë sa e bëri, nuk është e qartë nëse ai përgatiti popullin amerikan ose Kongresin. Sidomos opozitën iraniane dhe veçanërisht do të mbante një barë për të ndryshuar regjimin, po si ai nuk do të dërgojë ushtar. Kjo do të thotë se ne duhet të bashkëpunojmë me opozitën iraniane, të japim ndihmë nëse mundemi, të ndihmojmë ata që të bëjnë shpos për të coptuar regjimin nga brenda. Po mund të kemi regjimi mund të bjerë nga brenda, mund të kemi një kryengritje. Nuk ka përfunduar akoma. Edhe në qoftë se ndalojnë bombardimet dhe elementet e regjimit janë ende në vend, është e mundur që të jetë vetëm një lloj kolapsi ngadalë pas 6 muajsh. Për të bërë një liri atyre nga sulmet amerikane dhe Izraelit, regjimi mund të shkërmoqet, por e gjitha kjo kërkon përpjekje. Nuk ndodh duke futur njerëz në regjim dhe gjek që të mos kenë konsiderim. Mund të kemi njerëz që të jenë kundra ajotollah, por mund të themi ky regjim do të fundoset dhe njerëzit mund të kenë dyshime. Duhet të ndihmojmë opozitën. Është normale që media këtu është shumë e ashpër nga Trump. Nuk ishin kundër Obamës kur ai sulmoi për 7 muaj në Libi. Duke se të gjithë e urrejnë. Media shikon për mundësi, oportunitet, mendoj se në këtë fakt e ndihmon Trumpin, sepse ata tek baza e di, sepse e di që media është e njanshme. Është e vërtet për përgatitjen e Kongresit ose përgatitjen e njerëzve. E dini, ka disa njerëz që nuk duan ta pranojnë kurrë atë që propozon ai. Por ne duhet të kishte përgatitur njerëzit. Mund të kishte hyrë në luftë me një përqindje më të lartë miratimi. Sepse numri atyre që miratojnë atë ulet gjithmonë me kalimin e kohës. Ne e dim këtë. E ka humbur këtë mundësi. A e shikoni si mundësi që Partia Republikane do të humbas Kongresin kur të jetë Senati dhe Senatin mes mazdat? Ka mundësi, po ka shumë kohë, shumë varet nga ekonomia për këtë arsye dhe nga rezultati i kësaj lufte, por tani për tani pajtohem me atë që mendoj se konsensusi është që demokratët mund të marrin dhomën e Kongresit, dhomën e përfaqësuesve. Senati mund të jetë aty. Kjo do të thotë shumë, jo vetëm për 2 vitet e fundit të mandatit Trump, por dhe për çfarë ndodh mbas zgjedhjeve 2028, sepse nëse demokratët hyjnë në zgjedhjet duke kontrolluar të 2 dhomat, është më lehtë për ata që t'i mbajnë. Pastaj kanë zgjedhin presidentin dhe fillojnë në marrjen të treja. A është e mundur që Irani të dërgojë një raketë në Shqipëri? Ne jemi antarë e NATO-s. Çfarë do ndodh mbas kësaj? E mendoj se e dini, është kohë të sigurohemi që Trumpi të kujtojë se ka pasur marrëdhënie të mira me Shqipërinë gjatë 2 mandateve. Por mënyra se si e parandalon këtë është me anë të frenimit, kundërshtisë dhe i dekoron qeveritë si ajatollah duke treguar forcë dhe këtë përçarje brenda NATO-s dhe kritik të Trumpit nuk na ndihmon. I bind kundërshtarët që NATO është e dobët. Ai thotë që NATO është një tigër letre, po nuk është gjë e mirë për. Falenderoj ambasador. Well, thanks very much. Good luck to you.